Përtej faktit që ka artist, regjisor, shkrimtar apo çfarë do lloj fushe tjetër e artit që jetojnë jashtë Shqipërisë, pra janë me origjinë shqiptare po jetojnë jashtë Shqipërisë, ne na bëjnë krenar. Dhe kinotekës i duhet ky element, i duhen këto figura her pas here, ndaj sot do të flasim me regjisorin Aurel Naçi. Mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhur këtu në studion ton. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. I cili në fakt nuk e ka shumë në favorin e tij kohën e qëndrimit në Shqipëri, po gjeti mundësinë për të ardhur te kinoteka dhe për të treguar pikërisht për filmin Aroma e Trëndafilit të Kuq, që është filmi i fundit që ke bërë, ndoshta i rëndësisë më të madhe deri më tani, apo jo? Po, është filmi i tretë dhe është filmi që më ka dhënë sukses, të them. Bukur. Së pari do donim të njihnim pak më mirë. Kur ka nisur raporti i parë me artin, me kinematografinë, si e kuptove që kjo ishte fusha jote e jetës? Hapat e para kanë filluar herët, po them në shkollën 8 vjeçare, sepse tani është ndryshuar shkolla 9 vjeçare, atëherë kam qenë nxënës shumë i aktivizuar në aktivitete shkollore, madje kam qenë pjesë e teatrit të shkollës. Më pëlqente shumë ndjesia e teatrit, shkonja shpesh në teatr, ne kemi pasur regjisor të mrekullueshëm në Korçë që vinte shfaqjet e kuklave në teatrin Andon Zakoçajupi dhe unë shkonja shpesh, më pëlqente ajo ndjesia kur ngrihesh ajo perdja magjike dhe hapesh skena, ndriçimi që ishte në sfond, që ishte përgatitur nga skenaristi, muzika. Gjithë kjo ndjesi më pëlqente shumë dhe kur shkonim në shkollë isha shumë i aktivizuar. Lexonim skenarin aty ku i minim dhe ndjesinë e parë me skenarin, sepse vendosim shfaqjet në korridori i shkollës, aty ku prindrit ishin audienca e parë dhe aty ku ne minim ato duartërkitjet e ngrohta. Ajo është audienca më e sinqertë që mund të ekzistojë ndonjëherë. Sepse ishte edhe si motivuese dhe unë aty ndjeva që kisha diçka të lidhur me artin. Dhe besoja ajo ishte që më rriti dhe më kultivoi më shumë dhe në vitet në vazhdim. Është audienca më e sinqertë dhe audienca më e kujdesshme ndaj çdo detaji kam. Kritike gjatë gjithë kohës. Shohin edhe gjëra që ti nuk i sheh. Po dhe mund të them sepse kemi qenë një brez me fat, sepse stafi pedagogjik vinte nga një sistem që kishte dëshirë të ushqente artin tek nxënësit. Pra ne kishim një mësuese, Anila Bega quheshe, tani jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asaj i pëlqente aq shumë arti, sa çdo gjë e shikonte në formë artin dhe na vendoste në përshfaqje, me vajza që mos i përkëdhelte shumë, i shkonte si aktore, i theshte ti do bëhesh kjo aktore e famshme. Pra ajo ushqente tek nxënësit artin që ne të shihnin të bukurën në jetën tonë kur të rriteshim, të bukurën tek njëri tjetrin, dhe kjo ishte edhe një rol që ndikoi në formimin tim, po dhe tek të tjerët besoj, dhe tek brezat moshatarët e mi. Aurel, ma shpreh një kuriozitet se ti je nga Korça, jeton në SBA prej vitesh tashmë. Si shumë korçar. Po përmend Amerikën, ke përmendur edhe Korçën. Përmend Zyshën, the ajo sot jeton në SBA, po prap. Si ka mundësi që të gjithë ju korçarët shkojnë në Amerikë? Ndoshta e kemi gjakun e ëmbël, nuk e di. Nuk është çështje fati, a? Jo, besoj se ka të bëjë me shiko, korçarët kanë qenë nga të parët që kanë emigruar dhe ata kanë hedhur rënjë aty dhe në një vend të huaj kur dikush shkon për herë të parë i kupton që ky është nga zona nga Korça dhe besoj se kjo ka ndikuar shumë të ketë me llotarinë amerikane. Jo, un kam ikur me bashkim familjar. Okay, mirë, atëherë që ka rast tjetër, se po të më thoje edhe ti që kam ik me llotari, do besoja pastaj përfundimisht që llotaria bie vetëm Korçë. Bie, dhe është e vërtetë, shumë njerëz i bie llotaria dhe thon madje ka njerëz nga Tirana që shkojnë në Korçë e mbushin llotarinë. Është vend me fat, është vend i mirë. Na ecën.